Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar teleshikues të televizionit Prizrenit. Ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mirësitë, begatitë e Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Por i takomi sërish në emisionin ton, Kuvendet e Ramazanit, këtu në ambientin e televizionit Prizrenit, ku gjatë gjithë muajit të Ramazanit do të jemi pranë ekraneve tuaja me këshilla dhe ligjërata me hoxhallar të ndryshëm nga Prizreni dhe më gjerë. Emision ky i mundsuar nga Këshilli i Bashkisë Islame të Prizrenit në bashkëpunim me televizionin e Prizrenit. Ndërsa ne sot kemi të ftuar hoxhën tonë të nderuar, krye'imamin e Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, doktor Orhan Efendi Bislimaj. Krye'imam i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se u gjëm, faleminderit. Fillimisht edhe nga gjithë mysafirët, por edhe nga ju, do të dëshirojmë që të marrim një përshtypje të muajit bekuar të Ramazanit në raport me vitet e kaluara, por si është pasi që edhe jeni në terren me angazhime, ligjërata, si është përshtypja juaj për këtë Ramazan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faleminderit shumë për ftesën që të jem pjesë e emisionit Kuvendet e Ramazanit, një emërtim shumë i qelluar se tamam kuvendim për tematika të ndryshme, për çështje, për mësimet islame, për të cilat kanë nevojë besimtarët, qytetarët në përgjithësi. Ramazani ka bereqetin e vet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në fillim kur ka ardhur ka thonë ummetit, në atë kohë është drejtuar sahabëve, por se ka qenë në synim ummeti i tij, pra edhe ne kemi qenë, edhe ata që do të vinë pas nesh, se ju ka ardhur një muaj, shehrun adhimun mubarak, ju ka ardhur një muaj i madhërishëm, i bereqetshëm, me mirësie për plot begati, edhe i tillë është ky muaj, edhe si vjet është i tillë, edhe gjithherë ka me qenë i tillë. Në terren vazhdimisht po dalim, po shkojmë, po i vizitojmë në për iftaret për bashkëta dhe në për xhami, në namazin e teravis, dhe shohim se vërtet baras me ato që po thuhet se ka migrim të popullit, por në anën tjetër ka dhe popullat, alhamdulillah, kemi mjaftueshëm në atë kuptimin, ka gjallëri Prizreni, ka gjallëri Kosova, dhe nuk është e vërtet që dolen të sondazhe se janë mbi 50 apo 50 sa agjerueshën në Kosovë. Në Kosovë mund të them që 90% janë agjerueshën, sepse edhe në statistika një përqindje që janë mbajtur si ateista, është përqindje e vogël. Gjithë të tjerët të cilët nuk janë mbajtur ateista janë agjerueshën, sepse agjerimi tashmë thuaj se është bërë profili i identitetit fetar islam. Njerëzit nuk mund të shkojnë me falë ndoshta namazin për x arsye, por agjerimin e mbajnë. Prandaj jo 50% e 60%, por janë mbi 90% që e agjerojnë muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Hoxhë nderuar, po i rikthehemi temës tonë për cilën sot do të flasim, do të bashkëbisedojmë së bashku, kemi të bëjmë pikërisht me tematikën ose betejën e Bedrit në Islam. Cila është rëndësia e betejës së Bedrit në Islam? Pra, fillimisht do doja të merrja rrethonat para betejës së Bedrit. Po, beteja e Bedrit është një prej atyre ngjarjeve jo vetëm pse kanë ndodhur në muajin e madhërueshëm të Ramazanit, dhe jo vetëm pse kanë qenë agjerueshën deri në një pjesë të rrugës sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, gjatë shkurës në Bedër, por se beteja e Bedrit është beteja e parë që ndodh në mënyrë frontale në mes të ushtrisë muslimane në krye me pejgamberin alayhis salam dhe ushtrisë së armiqve që përbahej nga fiset e ndryshme të shumta të Mekës, e që kishin për synim e që punonin ditë e natë me i shkatërru muslimanët.
Në këtë betejë ka qenë pjesëmarrës direkt vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe ka ndodhur në muajin e Ramazanit. Me vetë faktin që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, ka qenë betejë e imponueshme se me vullnet lirë, edhe po të kishte shumë arsye për ta sulmuar dikon e me shku me luftue, në Ramazan muslimanët nuk e bënë një gjë të tillë. Muaji i Ramazanit është për atyre muajve ku shumë aspekte reduktohen, punët e përditshmërisë reduktohen, e mos flasim të ndërmarrësh një iniciativë për ta sulmuar. Por ishte kjo luftë e pejgamberit alayhis salam e muslimanëve, sahabëve, për jetë avdekje që thënë për mbijetesë, sepse ndodhi me njëherë pasi u shpërngull kësaj lufte i paraprind disa rrethana të vështira për muslimanët. Kjo ndodhi në vitin e 2 të hijretit apo në vitin 624, ndërsa në dy vite më herët armiqt e torturuan pejgamberin alayhis salam, i torturuan muslimanët dhe i detyruan ta lëshojnë vendlindjen, të shpërngulen prej Mekës në Medinë. Për shkak të torturave, të përndjekjeve, të maltretimeve, të vrasjeve, të mbytjeve, të masakrimeve, na i dim çfarë masakra Amrit i Asirit i kanë bënë në ato fillimet e para të Islamit. U detyru pejgamberi alayhis salam me lënë shtëpinë, me lënë pranën, me i lënë ëndrat e Mekës, bashkë me shokët e tij dhe me shkuar në Medinë. Por ja që armiqt nuk donin ta lënin qetë edhe në Medinë. Donin ta shkatronin në tërësi pejgamberin alayhis salam. Kjo i bën sikur ne na dim çka do të thotë kur kemi hik prej Kosovës. Kemi hik prej Kosovës, kemi shkuar në Shqipëri, apo kemi shkuar në vendet fqinja, apo diku tjetër nëpër botë. Tani edhe atje me pas përpjekje me na shkatërruar. Është një moment kur njeriu shtetet përzitet që thotë populli, edhe e zgjidh si mjet fundit edhe luftën, edhe vrasjen e tjetrit. E pra, kjo është Bedri. I praprin këto rrethana, edhe erdhi deri te lufta ku do të ndeshen dy ushtrit, ushtria e muslimanëve, e sahabëve, e shokëve të pejgamberit alayhis salam, dhe për komandant direkt në fushë betejë e kishin Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në një pra që në njërën anë, kurse në anën tjetër ishte pala armike mekase që donte ta shkatronte pejgamberin alayhis salam dhe muslimanët. Kryimam i nderuar, në fakt kjo luftë në një aspekt ishte edhe pabarabartë për shkak të numrit të vogël të muslimanëve. Pra, edhe kur dolën në fushë betejë ishin të pabarabartë. Çfarë mund të na thoni pak më tepër për kësaj? Është e vërtet, në atë kohë pejgamberi alayhis salam shumë është mat për me shkuar me i dalë, se nuk ka dashur që lufta të zhvillohet në Medinë. Veç një moment ka qenë kur ka pasur rrezik për më zhvillu luftë në Medinë dhe lufta e Hendekut. Ajo është rast tjetër më diskutu, por është prej momenteve shumë kritike të pejgamberit alayhis salam. Nuk ka qenë strategji që me i prit njerëzit në Medinë, por kanë dalë në Bedër, një vend jo i përshtatshëm, po një vend ta quaj ashtu si larg qyteteve për të zhvilluar betejë, dhe aty para se me dalë, para se mu nis për luftë, pejgamberi alayhis salam është konsultuar me shokët e tij, me sahabët, me ata të cilët kanë pasur pak një sens analitik të rrethanave, a është momenti i përshtatshëm, s'është është momenti i përshtatshëm. Por mbi të gjitha e ka pas lejen e Zotit për me dalë në luftë. Edhe do gjona shkojnë me nasibe me hikmet të Zotit, që me ndodhë në kohën e duhur, në momentin e duhur, Bedri po ndodhte në momentin e duhur. Por që do që pejgamberi alayhis salam e kishte këtë dro, ndonë se kishte një premtim për Allahut për triumf. E kishte dro se ishte numër pak. Po flasim na për vitin e 13 apo 14 të shpalljes, domethënë akoma pejgamberi alayhis salam 2 vjet sa kishte ikë prej Mekës, ai sikur të ishte i fuqishëm nuk do të ikë prej Mekës.
do të qëndronte në Mekë, sikur që erdhi pastaj dhe triumfues dhe çlirues. Por jo, ishte i pafuqishëm dhe iki. Tash për 2 vjet nuk ka mundur të fuqizoj aq sa ti përballoj ushtrisë së madhe Mekase të armegjive. Ishte luftë tërësisht e pabarabartë në vendin Bedër, ku ishte kroi Bedër aty, pala pejgamberit alayhis salam, ushtria muslimane numëronte dikon, ka transmetime, por 300 sa persona, 314 thuhet, kanë qenë luftar, ndërsa pala armike ka qenë 3 fishi më shumë, rreth 1000 ushtar, 900 sa. E aty është një moment, ata përveç se ishin më shumë në numër, kanë qenë edhe, kanë pasur pajisje, sikur sot për shembull që pajisjet e kanë rolin e vet. Na kemi pas luftën me okupatorin serb, dhe një për handicapeve që i ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë edhe ajo se s'ke pas tankse, nuk e pas pajisje artilleri të randë, je munduti me disa pajisje të lehta me qëndrue tankseve përpara, ndërkohë që ata nuk kanë dashur me një, ku kanë dashur me depërtu dikund. E musliman nuk ishin shumë pajisje, se ishin akoma të pafuqishëm, akoma nuk e kishin rrimë këmbjen në atë mas, sa që mushty me një armik të fortë, fuqishëm. Por kishin zemër, kishin ideale, kishin qëndrueshmëri, kishin kauz, kishin mision. Edhe për dallim prej pabesimtarëve që të ata i gjithë misioni mbaronte në urrëtie. Tek urrëtia. Ata s'kan pas mision. Mision e kanë pas mosdurimin. Unë s'po muj me të duru edhe du me të mytë. A pejgamberi alayhis salam dhe muslimanët kanë pas mision. Mision me shpërnda islamin. E kjo do të thotë me shpërnda paqen, me shpërnda mësimin, me shpërnda dijen, me shpërnda vlerat, me shpërnda sistemin e jetës tek popujt. Misione kanë pas, nuk kanë pas individuale kur gjë. Llogarit kur dikush nuk ka asgjë individuale, por ka kauz, ka mision, këta që lidhen me idealet qiellit janë shumë të fuqishëm. Luftë e pabarabartë në aspektin e përgatitjeve teknike e të arsenalit luftarak dhe të atij ushtarak, por në anën tjetër në këndvështrimin pozitiv, luftë e pabarabartë për nga aspekti motiveve. Pra, gjesa pabesimtarët ishin më të fuqishëm ushtarakisht, në anën tjetër pejgamberi alayhis salam ishte më i fuqishëm moralisht. E luftën e fiton çaj që ka moral, jo ai që domosdoshmërisht që ka pajisje, sepse është një element në çështjet në luftë mosdorëzimi dhe pamposhtja. Ata të cilët janë të pamposhtur, ata gjithmonë triumfojnë sepse pas një rënje përsëri ngritën, derisa nuk eliminohen. Këtu bile kur jemi te kjo mos barabartësi në mes të dy ushtrive, nga aspekti i përgatitjeve, pejgamberi alayhis salam në fushë betejë, kur e shef palën armike shumë të fuqishme, nga gjitha aspektet, në numër, llogarit, këta ishin i grush 300 vetë, pala tjetër 1000 vetë, edhe po vin me deve, me kuaj, me shpata, me ato shigjetat, po vin të fuqishëm, edhe po i din kush po vin, se ata janë njoft mes veti. Pejgamberi alayhis salam i ka pas do ushtarak që kështu do luftar të sy pa trembur. Ka pas në të padiskutueshme. Por pala armike ka pas edhe shumë të tillë. I kanë njoft këta, janë njoft mes veti. Kur e shef pejgamberi alayhis salam, aty ka qenë një prej momenteve që pejgamberi alayhis salam është të merru në kuptimin e plot fjalës. Ka qenë momenti i Bedrit, ky moment. Kur i shef ata shumë të fuqishëm e po vin në drejtim të ushtrisë muslimane,
Pejgamberi alayhis salam me sahabët, tash ishte momenti për jetë vdekje. Ata ishin të pamëshirshëm, muslimanët edhe nëse të mbyt me masë. Ata dojshin me zhduk. Aty pejgamberi alayhis salatu wassalam në fushë betejë, s'po hin analiza se që është dolë dy luftime, to po më dokon të parëndësishme për këtë emision të shkurtër. Por pejgamberi alayhis salam i bën lutjet madhit Zot, saqë i kanë ngrit duart transmetuesit që i shprehen me fjalë yahtif bi rabbih. Pejgamberi sa ka bërtit të bëj dua Zotit. Jo vetëm me thonë sikur na që e bëjmë një dua pas namazit. O Zot më ndihmo, Zot më ndihmo. Jo. O Zot, Allahumma ati ma wa'adtani. Ka bërtit sa që ka dalë për krez. Kretë kanë një shokët e tij të bodoa pejgamberi alayhis salam, i cili i kanë ngrit duart as nalt i kanë ngrit duart në drejtëm të qiellit, saqë pelerina i ka ra prej shpatullave edhe i janë pa bardhësitë në sqetullave, kështu tha transmetuesi në hadith ai. Edhe i është detu, o Zot, ma jep atë që ma ka premtuar, fitoren. Ma jep atë që ma ka premtuar. 3 herë i ka thonë, ma jep atë që ma... Edhe çaj thot në fund, në këtë dua pejgamberi alayhis, çfarë i lutet Allahut? In tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. Nëse që ky grup i muslimanëve në çet moment shuhen, s'ka me pas më kush që ka me ta adhuruar si përfaqen e tokës. Ishte momenti kritik për kthesën e Islamit. Po ushu ai grup i përzgjedhur, se zatën në atë kohë nuk ishte shumë, ishte pejgamberi, po u mbyt pejgamberi alayhis salam. U mbytën edhe këta sahab. Atëherë kush do të mbeste me vazhdu misionin e Islamit? Edhe pejgamberi alayhis salam këtë dert Allahut gjesa Abu Bekri e ndjen edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, shoku më i ngushtë i pejgamberit alayhis salam, e ndjen një emocion, një emocion kështu, se janë shpranu doja pejgamberit alayhis salam edhe e merr pelerinën, ja vendos mbi shpatulla, edhe shef që pejgamberi alayhis salam shumë e ka ngrit zërin në dua. Thot, mjafton o i dërguari i Allahut se Allahu ta ka bën duan tonë kabull. Edhe këtu vjen ilumi Zot enzel e sekine e ka zbrit një qetësi në shpirtat e muslimanëve. Krahas një tmerre që ishte, e përjetun muslimanët atë qetësi në shpirtat e tyre, domethënë e patën një relaks. Në anë tjetër po dish gjendja reale, po mundesh me përfundu në vdekje. Por se baras me këto një farë qetësi shpirtërore. E ilumi Zot i ndihmoi wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adilla. Këtë më vonë do ta dëshmoj Allahu në Kur'an. Jo në atë kohë, më vonë do të zbresin ajete që dëshmojnë për ndërhyrjen e Allahut direkt në fushë betejë përmes melaikeve. Edhe po thot Allahu, ju ndihmoi Allahu juve në Bedër kur ishit pak në numër, kur ishit një grosh njerëz në numër. Si ndihmoi? I ndihmoi përmes melekëve, është përmend në një vend në Kur'an 1000 melek, në një vend tjetër është përmend 3000 melek. E vërteta është se është ndihmuar me 3000 melek. Në njërën anë ka qenë Mikaili me 1000 melek, në anën e majtë pejgamberit alayhis salam, në anën e djathtë ka qenë Israfili me 1000 të tjerë, në të djathtë pejgamberit alayhis salam, dhe përballë ka qenë krye meleku Gjibrili alayhis salam me 1000 melek të tjerë. Përballë kur ka ndodhur, melekët kanë qenë në fushë betejë. Edhe, se ndoshta zgjatëm këtë pikë, edhe për me vërtetu këto, ka transmetimet sakta, se muslimanët kur janë përballë, kanë luftuar ata me kaçikin e vet. Por betejën, luftën e kanë mbaruar melekët.
Dhe me një rast kur është zonë Abasi, agja i pejgamberit alayhis salam është zonë rob. Pastaj pas përfundimit të luftës, të betejës, kur është pyet, jo është pyet, por e ka rrëfy se si është zonë rob. Edhe ai personi, shoku i pejgamberit alayhis salam që e kishte marrë, e ka zonë rob, ja kanë lidhur durët, e kanë gozhduar në kuptimin e kanë kufizuar. Edhe Abasi po thotë, ky nuk më ka asnjëherë për juve s'm keni zonë mua. Asnjëherë për juve nuk më keni dorëzuar. Ka qenë një person tjetër, i cili ka pas flokët e lëshuara, ka pas një kallë që nuk e kemi pa këtu. Pyetje kanë qenë melekët e Zotit. Hoxhë nderuar, që në fakt kjo dëshmon që prezent në fushë betejë kanë qenë edhe melaçet, pra pas gjithë asaj tronditje që qyshe potencuat edhe ju më parë, pra që përjetoi pejgamberi alayhis salatu wasalam. Në fakt doja të di në këtë fushë betejë, pra pikërisht edhe me robërit e luftës, si ka qenë relacioni i pejgamberit në raport me robërit e luftës e cilët u zonë. Me robërit e luftës, Abbasin kur është zonë Abasi edhe shumë të tjerë për robët e luftës. Trajtimi ka qenë dinjitoz. Kjo është me vendim të Zotit. Robërit e luftës duhet më trajtuar si është duhet. Edhe i kanë trajtuar që është duhet robërit e luftës, por se bile ku është pyetjet e stimulimi i dijes, robërit e luftës, pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka trajtuar me dignitet, i ka veshmbath, i ka ushqy, por se është dashur mi marrë për arsye strategjike të luftës, sepse kjo ishte një betejë, por lufta akoma s'kishte mbaruar me armiqt. Është një moment bile me që përmendëm Abbasin këtu, agja i pejgamberit alayhis salatu wasalam, se pasaj edhe do të bëhet musliman edhe djali i tij Abdullah ibn Abbasi është prej komentuesve më të njohur të Kuranit e të haditheve të pejgamberit alayhis salam. Kur në mesin e atyre të zënëve rob ka qenë edhe Abasi, dhe kur shkojnë që pushon lufta, mas mbarimit luftës, i marrin në robërt e luftës, por në një moment pejgamberi alayhis salam nuk ka mujt me bë gjumë në një vend që kanë pasë e kara me pushue. Kur i thanë se pse nuk po muj me bë gjumë, se po ani Abbasin, i cili po rënkon, se duart ja kishin pas lidhur shumë shtrëngushën. E tash, ai duke mos pas mundësi me i lëviz, nuk është ndjer rahat edhe ka gjumu. E tash pejgamberi alayhis salam nga ajo dëmshuria që kishte, se agje kishte, por agjin këtë as ka dhënë taborën e armikut. I urdhnoi sahabët me shku mja liru duart agjës tij. Shku mja liru duart, po për shkak të agjës, për hatën e agjës tij, në fakt ja liruan duart edhe gjithë robërve të tjerë. Do të thonë, u bë një barazi ndaj të gjithëve. E pejgamberi alayhis salam robërt e luftës i ka trajtuar siç duhet, por secilit e ka obliguar ata të cilët kanë ditë shkrim lexim, meqense ata e kishin atë dyzinë e tyre, i ka obliguar që t'u mësojnë 10 djemve, 10 fëmijëve të muslimanëve t'u mësojnë shkrim leximin, dhe kanë fituar lirinë pra si robër lufte. Dhe kjo i jep me kuptu, tregon shumë qartë se çfarë rëndësie i ka kushtuar pejgamberi alayhis salam dhe çfarë doajeni i dijes ka qenë, por nuk ka në pyetje kjo vetëm se kërkush nuk është kundër dijes, por është në pyetje ajo strategjia e tij në stimulimin dhe përhapjen e shkrimleximit në mesin e muslimanëve, duke e sublimuar si diçka shumë të rëndësishme për përparim të muslimanëve. Sikur të mos ishte e rëndësishme, pejgamberi alayhis salam do të kërkonte parë për shkëmbim të aty në robë. Po jo, a din ti i robër lufta, a din ti me mësu, a din shkrim lexim? Po. A mundesh me mësu dhe fëmijëve? Po. Urdhno. Pra, më e rëndësishme ka qenë me mësu shkrim leximin, sesa me pranu mjete për shkëmbim tyne, për lirim tyne. Kjo flet shumë.
Hoxhë nderuar, a mund ta bëni në fakt një krahasim periudha e Bedrit ndoshta me periudhën tonë, pra çka Bedri në kohën tonë? Bedri gjithmonë flet. Kam mbaru në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe në kuptimin fizik nuk përsëritet më dot. Por se mesazhi i Bedrit është gjallë. Kjo luftë është quajtur Gazvetul Furqan. Lufta që ndau të drejtën nga e padrejta, të vërtetën nga shtrembërta, nga pavërteta. E ndau se kush është në rrugë, në kauzë të drejtë, edhe kush e ka përkrahjen e Zotit. Aty luftuan me lekët. Aty u bën një fushbetije ashpër, ku ndonjëherë një grup i vogël që mund duket në sy të armikut i papërfillshëm mund të jetë triumfues nëse ka ideale edhe është në rrugë drejtë. Sepse nuk fituan këta, fitoi e drejta. Dhe na kemi e shohim edhe në jetën e përditshme. Nëse dikush e thot hakin, e thot të vërtetën, e thot të drejtën, ai edhe nëse është i pafuqishëm, edhe nëse s'ka pozitë, ai është i fuqishëm. Sepse vetë e drejta e vërteta jetë fuqishme. Atë sa i përvetsojmë, aq jemi të fuqishëm. Atë sa nuk i kemi, aq jemi të dopt. Këtu triumfuan idealet e fesë, edhe u pa qartë se muslimanët e kanë përkrahjen e Zotit, edhe ishte një goditje fatale për armiqt. Bedri ata do të bëjnë përpjekje edhe për ta përmbysur pejgamberin alayhis salam dhe muslimanët dhe herave tjera, por kjo ishte goditja fatale. Në kohën tonë, Bedri na thotë se në kauza të drejta kur mos u dorëzoni. Dhe përveç kësaj që mos të dorëzohuni, na thotë se e keni përkrahjen e Zotit. Çka i tha Allahu melekëve në fushë betejë? Melekëve Allahu i tha në fushë betejë, inni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Unë jam me ju. Përforconi muslimanët në fushë betejë. Jepni ndihmë muslimanëve në fushë betejë. Ndihmoni muslimanët në fushë betejë. Edhe kjo tregon që kur është përkrahja e Allahut, triumfi është i padiskutueshëm. Suksesi është i padiskutueshëm. Muslimani që është agjerush, se ka ndodhur në Ramazan, na i bëjmë ibadetin ndaj Zotit. Kur të mos mendojmë se një punë muslimanët e Bedrit sakrifikuan për idealet e Zotit, për idealet e fesë. Kur mos mendoj që një punë që e bësh për hatër të Zotit të humbet tek Allahu. Ka më të shpaguar, ka më të vlerësuar. Edhe tek Zoti nuk mund të jenë të barabartë asnjëherë si ai që i mbron idealet e Zotit, idealet e drejta, kauzën e vërtetë, si ai i cili pozicionohet kundër këtyre. Nuk mund të jenë të barabartë. Nuk mund të jenë të barabartë si ai i cili thon shpirt në agjerim apo fal namaz, si ai i cili nuk thon shpirt edhe neve në terë dhe buzët ndoshta për shkak të agjerimit, nuk mund të jenë njësoj me ata i cili nuk e prish rahat lëkin, madje as nuk i shkon ndërmend me kujtu Zotin ndonjëherë. Po si vjen ndihma e Zotit, si vjen përkrahja e Zotit. Për shembull, me automatizëm, vetë efekti i ibadeteve përkthehet në shëndet, në mirësi, që është ajo përkrahja e parë, përkthehet në shëndet të njerëzit. Por elementi tjetër është kur Allahu, ashtu siç ndërhyni në Bedër direkt me melek, ashtu ndërhyn në jetën e muslimanëve direkt. Por na ja lëm si merit shkaqeve tjera që i kemi pa. Për shembull, sahabët me pason në atë kohë në Bedër ku kanë luftuar, ja na fituam luftë. Jo, sa ata po thonë, ala pa i ra unë shpat karon tokaj. Ai
Po është i vetëdijshëm diçka ka ndodhur. Por na çka bëjmë në një aksident, nëse shpëtojmë, kemi me thonë, na faka që unë shkova mandjat, a i shkoj mandmojt edhe nuk u bëhe. Harrem me thonë që i lumi zot pa thonë zbat kur gjë. Allah ndërhyn me vullnetin e tij. Një fëmijë patra prej katit 8 në tokë, me ligjet e fizikës e fëmijës do duhet mu qa, ju me vdek. Mirë po, kur shkojnë ndihma shpejt e gjenë fëmijën, me pak kërvishtje edhe është nësh e mirë. Asaj mamis që u kujdes me dhënë ndihmën e shpejt, po i thënë, çka ka ndodhur? Si është gjendja e fëmijës se ka ra prej katit 8 të banesës? Thot mrekulli, nuk kam shpjegim, mrekulli është, po normal është mrekulli se melekët, asnaful melaike, kategoritë e melekëve, el hafadha, ata që i ruajnë, melekët që i ruajnë njerëzit, ata janë kujdes, ata që shpëtuan pejgamberin alayhis salam në Bedër, i shpëtuan muslimanët, ata shpëtojnë edhe muslimanin e ruajnë. Por dikush thotë, po merr edhe vdekja, o Allah i ma mor filanin, fistekin, këtë antar, këtë tjetrin. Këta janë hikmetet e Zotit. I lumi Zot gjithçka që bën, e rëndësishme që ne me qenë në rrugë Zotit. Çdo gjë që na vjen prej Zotit është e mirë se ardhur, dhe kjo është nimet prej Allahut. Hoxhë nderuar, për shkak të rrjedhshmërisë së shpjegimeve, nuk desha gjithmonë pra të ndoshta të ndërhyjmë në këtë aspekt. Jemi ka fundi i emisionit, do doja të merrja një mesazh tuaj edhe në kuadër të emisionit që patëm sot rreth betejës së Bedrit, por gjithashtu edhe në kuadër të muajit bekuar të Ramazanit. Bedri, nata e Bedrit, lufta e Bedrit, ashtu siç ishte Gazvetul Furqan, ajo që ndau të vërtetën nga pa vërteta, le të jetë agjerimi ynë një Gazvetul Furqan, që me nda me nda në një farë aspekti neve me na paraqit tek Allahu, ata që jemi mbrojtës të rrugës të Tij, që jemi rob të Zotit, që jemi në rrugën e drejtë dhe që nuk kthehemi në mbrapshtit nëse kemi pas në kaluamën. Ideja është me ndaje të mirën nga keqja. Vlerat e mira ti përvetsojmë, vlerat negative, veset negative ti evitojmë. Le ta dim që çdo gjë, agjerimin që po bëjmë një ditë do të na bëhet dritë. Kur mos e shihni si diçka torture, vujtje, por shihni një mundësi të madhe që me pas në këtë botë e në ahiret do ta kemi akoma më shpërblimin më të madh. Por kretë në fund po duhet ju falenderoj juve, po duhet ta falenderoj edhe TV Prizrenin, ekipën e TV Prizrenit për realizimin e këtyre emisioneve, ligjëratave nga kuvendet e Ramazanit, por edhe për bashkëpunimin e mirë që kemi edhe jashtë muajit të Ramazanit. Hoxhë nderuar, faleminderit që ishit së bashku me ne në emisionin tonë Kuvendet e Ramazanit këtu në ambientin e televizionit Prizrenit. Faleminderit shumë për ju. Zoti ju shpërblet. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me hoxhën tonë të nderuar, doktor Orhan Efendi Bislimaj, kryemam i Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit. Trajtuam tematikën e Bedrit në ditën e sotit. Dhash Zoti xhallashanuhu jemi munduar ta kemi përçuar mesazhin e duhur deri në ekranet tuaja. Deri në emisionet e radhës, ju lëm në mbrojtjen e Zotit xhallashanuhu, mirëmbëjtje.